Në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Fëmia Agani në Gjakov është mbajtur një panel diskutimi me profesionistë të kardiologjisë, neonatologjisë, pediatrisë, kirurgjisë dhe të tjerë, të cilët trajtuan temën me titull Rëndësia skriningut prenatal dhe neonatal për diagnostikimin e hershëm të anomalive kongenitale të zemrës. Studentë të Fakultetit të Mjekësisë para ditën së martës u mblodhën në sallën e universitetit për të shtuar njohuritë e tyre për një temë shumë të rëndësishme, e cila në Kosovë nuk është konsumuar sa duhet. Prandaj përmes kësaj teme u synua në edukimin dhe promovimin e kujdesit shëndetësor. Me të zënë ulsët, gjithçka ishte gati që diskutimi të fillojë. Profesori Haxhi Kamberi, që kësaj radhe ishte edhe në rolin e Niko Qirit, duke folur për rëndësinë e temës, pohoi se për këtë çështje nuk është eksploruar sa duhet në Kosovë. Prandaj e njëjta do të ndikojë për të mirë në zgjerimin e njohurive të studentëve të fushës së mjekësisë. Doktori Kamberi gjithashtu foli edhe rreth një bashkëpunimi që Universiteti i Gjakovës ka me Universitetin Zoja Këshillit të Mirë në Tiranë, me theks në një projekt të përbashkët mes këtyre dy vendeve. Për sot është zgjedhur një temë rëndësi të jashtëzakonshme, e cila nuk është konsumuar, apo si thuhen në Shqipëni, nuk është eksploruar sa duhet në Kosovë, është fjala për rëndësinë e skriningut prenatal dhe neonatal për diagnostifikimin e hershëm të defekteve kongenitale të zemrës. Defektet kongenitale të zemrës përbën grupin më të madh dhe më të shpeshtë të anomalive të lindura dhe janë nga shkaqet kryesore të morbiditetit dhe mortalitetit neonatal në nivel global. Diagnostifikimi i hershëm luan një rol shumë të rëndësishëm në përmirësimin e rezultateve klinike dhe në zvoglimin e komplikacioneve. Llogaritet se diku në 8 prej 1000 lindjeve lindin me defekte kongenitale. Edhe skriningu prenatal edhe skriningu neonatal kanë rëndësi të jashtëzakonshme, sepse janë esenciale për shëndetin e fëmijës, për shëndetin e nënës dhe gjithashtu ndikojnë edhe në koston e sistemit shëndetësor. Ato që kanë mbesin pa diagnostifikuar në skriningun prenatal mund të diagnostifikohen në skriningun neonatal. Ndërsa doktoresha Malvina Hoxha nga Universiteti Zoja Këshillit të Mirë në Tiranë, duke falendëruar Niko Qirët për bashkëpunimin e një projekti bilateral mes dy shteteve, sqaroi disa detaje të ecurisë së projektit. Për gjithë kohëzgjatjen që ne kemi pasur në këto 2 vite, gjitha aktivitetet që ne kemi organizuar në kuadër të projektit bilateral Shqipëri-Kosovë, sa i përket fëmijëve me paralizë cerebrale infantile që ju e përmendët pak më parë. Ju falenderoj, siç e thash edhe më parë, për mikpritjen, juve personalisht, profesoresh Dafinën, profesor Arbeni që nuk është prezent sot. Për gjithë të bashkëpunim shumë të rëndësishëm që ne kemi pasur në këto 2 vitet e fundit, i cili sigurisht është edhe në linjë edhe me temën e përgjithshme, po themi, të skrinimit prenatal dhe neonatal. Ne në këto 2 vite kemi bërë një punë kërkimore për sa i përket identifikimit të pacientëve me paralizë cerebrale infantile në Shqipëri dhe në Kosovë. Gjë që nuk ka qenë e lehtë, ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë për arsye sepse duke mos pasur dhe një qendër për këta fëmijë, për ne ka qenë e vështirë që të gjenim, të identifikonim rastet e pacientëve të cilët ishin të diagnostikuar me këtë sëmundje. Megjithatë, besoj se ja kemi dalë deri në një farë pike dhe aktualisht, siç edhe profesori e përmendi pak më parë, jemi në fazën e diseminimit të gjitha rezultateve të këtij projekti që mendoj do të jenë me vlerë të shtuar për sa i përket pjesës shëndetësore. Neve sigurisht profesionistëve shëndetësor, po patjetër edhe
familjarëve të këtyre pacientëve që vuajnë me paralizë cerebrale infantile. Qëllimi i këtij projekti nuk ka qenë vetëm identifikimi i këtyre pacientëve në Shqipëri dhe në Kosovë, por patjetër që ne të ndihmojmë përmes të këtij projekti, të ndërgjegjësojmë edhe politik bërësit për sa i përket ndihmës që mund të japin, ndihmës sociale që mund të japin familjarëve dhe këtyre pacientëve që vuajnë nga paraliza cerebrale infantile. Në cilësinë e panelistit, specialisti i kirurgjisë Faton Hoxha tha se në Kosovë aktualisht brenda një viti lindin 23 deri në 24.000 lindje, që në raport me 2 dekadat përpara, kur numri shkonte në 40.000 lindje në vit, për fat jo të mirë, përqindja anomalive kongjinetale mbetet të njëjtë në nivel vendi përkundër rënjes së numrit të lindjeve. Ditur që numri lindjeve në Kosovë është rreth 23-24.000 lindje në vit, e para 2 dekada ka qenë 20.000, kemi rrëmje të lindjeve, por numri i anomalive kongenitale mbetet i njëjtë, që tha edhe dekani profesor Axhio, që prej në 8 faktikisht në 1.000 lindje munden me u zbulu rreth 8 spake, 8 raste faktikisht me anomali. Këtu gjenë fushat të veprimit ekspertët që është profesor Ramush Bejiqi, që është njëri, është elit, jo vetëm këtu, po edhe në Ballkan për zbulimin e hershëm të smundje faktikisht në faza të ndryshme edhe prenatale dhe pas lindjes, që jep një kontribut të madh në identifikimin e hershëm tyre, edhe ndihmesën mandej duke falendëruar punës të tij të palodhshme, dhe kolegëve të lamive kirurgjike dhe intervente të kardiologjisë. Doktori Hoxha gjithashtu përmendi edhe kohën kur përmes stafit ndërkombëtar, fëmijë nga Kosova me anomali të zemrës trajtoheshin në vende të ndryshme. Përmes stafit ndërkombëtar, filluar edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Evropës dhe Turqisë, që në përmi 52 delegacionës që i ka përcjell prej pas luftës, duke filluar nga zbulimi, trajtimi adekuat kirurgjik edhe përcjellja post trajtime që është shumë më rëndësi. Tash ata fëmijë me siguri kanë përmi 25-30, kjo fillon prej pas luftës faktikisht përmi 25 vjet. Thot ka shumë për të bërë, ka bërë shumë profesori, Ramush me kolegët e tij kanë zbuluar me neonatolog, ku e kemi edhe profesor Fatonin, ku kemi profesor Axhion që është edhe klinicist në spitalin e nivelit faktikisht sekondar, në spitalin Isa Greza në Gjakov, ku punon dhe vepron. Kontributin e tij në këtë diskutim profesionale shkencore dha edhe doktori Faton Krasniqi, i gjendur para doktorit Ramush Bejiqi. Krasniqi falenderoi Bejiqin për ndihmën e pakursyer profesionale, pasi pohoi se pediatri i neonatologjisë Ramush Bejiqi ka bërë revolucion në kardiologjinë neonatale. Unë për veten time kam pas fatin e mirë edhe nderin e madh të bashkëpunoj me profesor doktor Ramush Bejiqin, që nga viti 1999. Gjendja pashmangshëm duhet me përkujtuat pjesë të vështirë, të pas luftës të fundit në Kosovë. Kemi pas raste me probleme në zemër dhe që fatkeqësisht kanë vdek pa ditë diagnozën përfundimtare të fëmijëve të posanitur me anomali komplekse të zemrës. Duke falendëruar, profesor doktor Ramush Bejiqit, i cili me plot të drejtë mund të them, ka bërë një revolucion në kardiologjinë
pediatrike dhe neonatale, që nga e kohë, do më thonë, është bë zgjedhje shumë e mirë, do më thonë, identifikimi i shpejt, i hershëm dhe, do më thonë, trajtimi i tyre kardiokirurgjik pediatrik. Me njerë pas luftës, do më thonë, fëmijët, do më thonë, respektive shprende aty në fëmijëve që kemë pas diagnozat dyshimta përveçse të lindra të zemrës, kanë detyruar, do më thonë, me bë zgjidhje në vendet e rajonit, ka 300-400 km kanë shkuar larg Prishtinës, do më thonë, me ditë diagnozën. Po ka një barë e madhe dhe një tragjedi e madhe edhe për fëmijë dhe për prind asaj kohe. Mirë po, që nga vite, do më thonë, me njerë mas luftës, do më thonë, me mendimin e doktor Ramushit kemi bërë, do më thonë, diagnostikimin e hershëm dhe edhe adresimin e tyre për në rastet kardiokirurgjike, do më thonë, neonatale. Numri i të lindurve, do më thonë, me probleme të lindurat të zemrës, do më thonë, ka rami, është e vërtet, do më thonë, që nga vitin e vetë, mirë po, do më thonë, përshindja, do më thonë, e të lindurve me anomali komplekse mbetet të njëjtë. Është bërë një përparim jashtëzakonshëm, do më thonë, në diagnostikimin dhe në screeningun, do më thonë, neonatal, dhe doktor Ramushi, do më thonë, profesor doktor Ramush Behiqi, na ka përgjegjë, me thonë, me shumë kënaqësi, me shumë konsiderat, me shumë respekt. Nuk kam fjalë, do më thonë, me zgjedh fjalët më të mira për timin e tij që na ka përgjegjë 24/7. Do më thonë, e shtune, e dielle, paradite, mazite, në çdo kohë, çdo dyshim që kemi pas, unë dhe kolegët e mi që kemi punuar në neonatologji, profesor doktor Ramush Behiqi ka ardhur, na ka bërë zgjidhjen dhe praktikisht, do më thonë, e kemi bërë adresimin ose drejtimin në kur ka pas nevojë për intervenime kardiokirurgjike, do më thonë, pediatrike. E doktoresha Ankeleda Gjini, diskutimin e saj e orientoi edhe te domosdoshmëria hapjes së një qendre të kujdesit prenatal dhe post-prenatal. Unë gjendem aktualisht në Tiranë, duke hap një qendër të kujdesit prenatal dhe postnatal dhe zhvillimit të hershëm, aktivitet privat, i cili nuk ka lind nga rastësia, por që fal edhe bashkëpunimit, por edhe studimeve pas universitare në shëndetin publik me Universitetin e Tor Vergatës të Romës dhe Spitalin Bambin Xhezu të Romës, problemet të cilat i kanë ngrit edhe ata para nesh, por që është vënë re që në Tiranë, por edhe në Shqipëri, mendoj edhe këtu në Kosovë, që pas momentit të lindjes deri në 6 mujorshin e parë, nënat ose prindrit gjenden të kanë përqasje, por nuk kanë një shërbim ku një pikë fikse ku ata të marrin një ndihmë konkrete me të gjitha shërbimet bazë. Edhe jo më kot gjendem me këtë qendër që së fundmi rreth një muaj na mungon për të bërë inaugurimin, pikërisht për të ardhur në ndihmë diagnostikimit dhe zhvillimit të hershëm. Por edhe pse jo dhe rehabilitimit nëse do ketë nevojë për më pas. Edhe ju përgëzoj sinqerisht për panelin, pasi Shqipëria edhe sidomos në vitet 90, por vazhdon akoma sot të ketë akoma vdekshmëri foshnjore, që është problem shumë i madh edhe për kombin, ose pse nuk ka një diagnostikim vërtet hershëm, ose pse qendrat urbane, vendet rurale janë larg qendrave urbane, vazhdon të jetë akoma një problem për shumë familje shqiptare. Edhe ky është një argument i cili i vjen në ndihmë sinqerisht këtij problemi së fundmi që duhet të ketë vëmendjen, pse jo edhe politikë bërësve në rastin konkret. Pas gjithë këtyre diskutimeve, radha ishte edhe njeriut që u përmend nga parafolësit për kontributin e tij. Në cilësinë e ligjëruesit, doktori Ramush Behiqi, ligjëratën e tij e kishte ndarë në disa faza. Sfidat në jetën të mëdha dhe në çdo një moment keni një sfidë. Dikush ju sfidon për shkencë, dikush për lek, dikush me veturë, dikush me telefon, dikush ju sfidon për shkencë. 95-97 isha në Beograd në subspecializim për kardiologji dhe atje
isha një farë lakmiçari, Ida Jovanović, Boja Parezanović, Milan Gjukić bëshin ekon fetale. Ne në Prishtinë ishim një farë eksporti i pacientëve. Prishtina ishte krijuar vetëm të çojë pacienta për Beograd, paraprakisht për Zagreb, Ljubljanë. Edhe sot më pengon kur kolegët e mi të gjeneratës teme me kënaqësi flasin e qumë një pacient Ljubljanë, e qumë një pacient Zagreb. Po pse je pro doktor ti? Pse s'peqon Ljubljana këtu? Pse s'peqon Zagrebi këtu? Dhe kjo ishte aja ëndra ime të baj një qendër në Kosovë ku të kemi një shërbim të mirë të ekokardiografisë, ku të kemi ekokardiografi perfekte, më të them që klinika pediatrisë ka ekot më të mira që ekzistojnë në botë. Kemi edhe Vivit E95, edhe Philips Affinity, dy aparata perfekt. Prandaj një pjesë ëndrës teme u parë, por kjo nuk o bë, cardiac surgery nuk o bë. Doktori Bejiqi tutje vuri theksin edhe të përgjigjja pyetjes se kush është përgjegjës për diagnostikimin e sëmundjeve të lindura të zemrës. Pse screeningu për sëmundje të lindura të zemrës? Ka shumë arsye, kolegë. Numër 1 është se janë më të shpeshta. Si shta profesor Haxhiu, dikon në 10-12 nga 1.000 lindur ka një sëmundje të lindur të zemrës, dhe kur shumëzoni Kosovën 2000-ën, herë 14 i meni 800.000 me sëmundje të lindura të zemrës. Prej tyre 70% kanë nevojë çdo një herë për një intervenim. E dyta është se zemra e fetusit ka karakteristika që gjatë shtatzënsisë nga java 16 mund të shihni në mënyrë ideale strukturat. Nuk ju nevojitën shumë eko e mirë. Shiqoni, ne zakonisht mbulohemi edhe këtu edhe në Shqipëri nuk kemi aparaturë. Është një kush e ka lexuar Gorski Vjenas të një gosht, ju se keni lexuar se s'keni lexuar serbisht, thot në duart e trimit çdo një pushk është e mirë. Prandaj, nëse ju jeni ekspert i mirë dhe me një aparat ma pak të avansuar do të bëni diagnostikimin perfekt. Prandaj kur është bë shkenca të dytën që unë kam mësuar nga një libër, ai nuk ka pas Philips Epic, as Philips Affinity, as ka pas Vivid E95, por ka bërë shkencën. Edhe e treta është kolegë se ende profesor Faton Krasniqi, vdekshmëria numër 1 në moshën neonatale në shtetet e zhvilluara në sëmundjet e lindura të zemrës. Prandaj, leti diagnostikoni, parashifni ecurinë e shtatzënsisë dhe e fundit është që janë të shpeshta. Ndërsa në pyetjen se cilat janë arsyet të kësaj sëmundje, doktori Bejiqi zgjodhi të fliste për disa prej tyre. Njëra prej tyre është edhe mosha shtatzënës dhe screeningu për Down syndrom dhe trizomin 18. Është mjerim që, për shembull, vjetë në Kosovë, unë i kam 8 fëmijë me Down syndrom. Tash, po t'i kisha këtu obstetrik, kisha folë pak më ndryshe. Këto janë krejt arsyet për çka ju do ta dërgoni një shtatzone për ekzaminim, pra shiqoni trizomia 18 dhe 21, Turner syndromi kritëshar dhe Di George është pak ma problem. Prap, risk është për shembull zhvillimi i fibropsit ose në anomali tjetër në organe tjera mund me kanë ndërlidhur me sëmundje të lindura të zemrës, çrregullimit të ritmit të zemrës që janë shumë të shpeshta në moshën dhe ende prap indikacione. Kjo është ajo që Korde 1994 me bashkëpunëtori që këto rregulla që bën me ekzaminimin, që unë nuk kisha pas shef, kur bëni ju ekzaminimin, bëni hapësirat dhe arejat, prap janë pjesë të kaluara, përcaktoni boshtin e zemrës shumë lehtë, përcaktoni mallësitë e strukturave të zemrës dhe në fund është nëse diagnostikoni çka më tej. Pra, në fund ju duhet thoni prindërve çka. Fëmia juve ka, vetëm zëri kujtoj, ne në përgjithësi të gjitha sëmundjet e lindura të zemrës i dajmë në 3 grupe të lehta, ato që fetusi ose fëmia në lindje të tolerojnë shumë mirë, një numër i tyre s'ka nevojë kur me intervenu për shkak se kanë një ecuri të mirë. E dyta janë ato të mesme që patjetër kërkojnë intervenim o kardiologjik ose kardiokirurgjik.
dhe pas sajna fëmija ka një jetë relativisht mirë dhe i keni ato të tretat që janë komplekse, fëmija ka nevojë spaku 3 herë të intervenohet dhe ecuria nuk është pak më e mirë. Pra, ju duhet të bani një sintezë të mendimit juaj, në kushte normale formohen ekipet e njerëzve që merren me diagnostikim prenatal dhe është pra sintezë, bashkëpunim e smundjes, çfarë lloji ka, mosha e diagnostikimit, a ka tjera anomali që e shoqërojnë këtë problem, a janë shoqëruar me rregullime të ritmit, edhe a ka shenja të pamjaftueshmërisë së zemrës. Por, të gjitha këto, si ekip, ju vetëm jeni këshilldhënës. Ligji e ndalon ju të jepni mendimin për vazhdimin apo ndërprerjen e shtatzënsisë. Pra, ju nuk mundi me thonë si ekspert, që ti duhesh të vazhdojsh shtatzënsinë ose ti duhesh ta ndërpresh. Është e ndaluar, na jemi këshilldhënës. Periudha neonatale, 1 deri në 28 ditët e para të jetës, është një ndër periudhat më të ndjeshme të jetës. Simptomat e limituara, shpesh, e njëjtë edhe për sëmundje dhe çrregullime të lindura të ndryshme, e bën edhe më të vështirë diagnostikimin dhe trajtimin e drejtë të tyre në këtë moshë. Skriningu laboratorik është një panel me teste laboratorike që duhet t'i nënshtrohet çdo fëmijë posalindur. Programi i skriningut neonatal identifikon të ekip për salindurit çrregullimet metabolike, hormonale, homoglobinopatit, çrregullimet të tjera gjenetike, siç është fibroza cistike, çrregullimet e dëgjimit e të tjera.